Zotit Shpejtim Bullisi, kryetari të PD-s nga Lëvizja Vetëvendosje, i cili shpalli fitoren dhe lavdroi përsjellje gjatë ditës së votimeve dhe si paralajmërova kemi Enis Resicën këtu, ekspertin e statistikave krahasimtare. Falenderoj shumë Adriatik, falenderoj të ju panelist, jeni të e bo një punë bëjgje të madhe në analizimin e krejt këtyre dhanave, po tentojmë edhe na pak mjë ndihmu ndoshta edhe me mënyrë figurative dhe me dhanat të tjera që edhe ju me plotësu analizën e juaj mbase më mirë. Bazë dhanave aktuale që i kemi pra nga tereni nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, kjo është pak a shumë situata që mundet me u duk legjislatura e 11 e Kuvendit të Kosovës në 100 ulset e shumicës shqiptare. Kësaj pra Lëvizja Vetëvendosje me këtë përqindje, pra me 43%, mund t'i ketë 48 deputet në Kuvendin e Kosovës, me pas është Partia Demokratike me 24 deputet, Lidhja Demokratike me 20 deputet dhe Aleanca me 8 deputet. Pra kjo është lëvizja e ulseve në brenda legjislaturës së 11, pra në këtë rast i kemi edhe 20 ulse të tjera që i takojnë komunitetit serb 10 nga to dhe pakicave të tjera, e me gjas sipas këtyre dhanave lista serbe pritet i marrë që të gjitha nga ato votat e regjistruar njëherë për njëherë sipas të dhënave. Këtu i kemi pa llogaritur natyrisht votat e diasporës. Absolut, që mund të me ndryshu diçka që do të dalim edhe do t'i shoshisim pak edhe ato dhanat dhe votat e diasporës. Shkojmë tek votat e krahasuara të dhjetorit, 28 dhjetorit dhe votat e krahasuara me... Nëse mbetet kështu si që keni parasitur, pra është saktësisht se si ka qenë me 8 shkurt. Pra partit ish opozitari kanë pas 52 deputet, kurse Vetëvendosje 48. Jo, nëse mundet Albana me na tregu atë grafiken që ja kom dërgu krahasimi i votave të dhjetorit regjia, nëse mundet votat e dhjetorit edhe votat e shkurtit, është e ka Albana nëse mundet me na tregu, që bëjmë një krahasim me votat sa kanë marrë partitë politike në dhjetor dhe sa kanë marrë në shkurt, nëse mundet. Nëse jo, vazhdojmë. E keni paracitur numrin e votuesve në të gjitha zgjedhjet. Atëherë këtu e kemi numrin e votuesve të gjitha zgjedhjet dhe të dalim tek ato rezultate. Atëherë shohim që nga viti 2009 i kemi dhëna deri në tashti në daljet e këtij raundi zgjedhor. Në vitin 2009 i kemi pasur diku 656.000 persona që kanë shfrytzuar të drejtën e tyre të votës nga 1.5 milion. Pra është rritur dukshëm edhe numri i të regjistruarve krahasim me tani që kemi pasur 2.092.000 votues. Në krahasim me raundet e kaluara të dhjetorit, të shkurtit apo të shkurtit të vitit 2021, pra është në 2021 ne kemi pasur 770.000 votues që kanë dalë në zgjedhje, pak a shumë është gjendja e njëjtë me situatën aktuale të dalje në zgjedhje. Shkurt 2025 i kemi pasur 966.000, më pas i kemi pasur edhe zgjedhjet lokale, ka pasur një rënje 818.000 edhe më së shumti kemi pasur në dhjetorin e kaluar pra të 2025-s. Tashti pra po kemi 700 sa mi ishte pra bazë pjesëmarrës apo rreth 36%, që i bën një përqindje më e ulët e daljes deri më tani nga përqindjet e kaluara. Shkojmë tek grafika e radhës numër 2, nëse mundet me na tregu pak shpenzimet zgjedhore, sepse përderisa, po dalim tek kjo se... Që kërkuat më herët krahasimin. Që kërkova krahasimin e votave. Nëse e shohim me shkurtin dhe dhjetorin, këtu i kemi pra dhjetorin, tabela tjetër është e shkurtit. Në dhjetor, 28 dhjetor, Lëvizja Vetëvendosje kishte marrë më së shumti vota ndonjëherë që ka pasur si grumbullim të votave, me 487.000 që krahasuar me tash që i pa dikun 220.000, pra është dukshëm një rënje e madhe nga dhjetori, rreth 200.000 vota më pak. Nëse krahasojmë me vitin para prak, me shkurtin... Vetëm këtu janë të llogaritur edhe me votat e diasporës. Tërësisht, kjo është tërësisht. Ndërkaq nëse krahasojmë me shkurtin e vitit të 2025, atëherë del dikun që Lëvizja Vetëvendosje ka një rënje dikun rreth 100.000 vota pa votat e diasporës gjithmonë po flasim. Është Partia Demokratike që i ka pasur 192.000 në dhjetor, është Lidhja Demokratike që i ka pasur 126.000 në dhjetor, më pas Aleanca 52.000 në dhjetor. Në shkurt të 2025-s, pra Lëvizja Vetëvendosje me 396.000, Partia Demokratike me 196.000,
Lidhja Demokratike me 171.000 dhe Aleanca me 66.000. Po shohim për shembull ndryshimet tek Aleanca. 52.000, me qenë se u diskutu ko gjatë më herët, 52.000 ka pasur në dhjetor, 66.000 në shkurt, që i bie që tash nuk është që e ka rritur trendin, sepse tash ishte një rënje në grumbullim. Në fakt, por këtu në fakt kanë qenë në koalicion me nismën socialdemokratë, me konservatorët dhe intelektualet që kanë qenë grupimet veçanta. Po, në përqindje Aleanca është ngritur, por jo edhe në grumbullim të votave të diskutojmë. Shkojmë tek shpenzimet. Me qenë se është diskutuar shumë gjatë çështja e shpenzimeve, sepse Kosova është duke pasur shpesh zgjedhje, andaj edhe po shpenzohet shumë në këto zgjedhje. Në këtë raund dikun për 483 ditë Kosova ka pasur 4 palë zgjedhje, pa përfshi edhe balotazhin e nëntorit në zgjedhjet lokale. Prandaj edhe ka shpenzuar dikun 33 milion euro i kanë kushtuar Kosovës këto zgjedhje, pra për 483 ditë 4 palë zgjedhje, apo që i bjen dikun një mesatare dhe rreth 70.000 euro i kemi shpenzuar brenda një dite për çështjet zgjedhore. Këtu të nënvizojmë se këto kanë qenë vetëm shpenzimet operative të organizimit të zgjedhjeve. Vetëm të KQZ-s, sepse bazë një analize tjetër që është bo, dikon secili deputet që ka hyrë në kuvendin e Kosovës ka kushtuar një mesatare gjatë fushatës, dikon rreth 12-13.000 euro për të bërë kuvend. Pra i kanë shpenzuar secilit mesatarisht. Mesatarisht është një mesatare që dikon 12.000 euro i shpenzojnë në fushat, pra fonde janë personale të tyre, jo në kuadër të këtyre fondeve. Në zgjedhjet e nënshkurtit i kemi shpenzuar, Komisioni Qendror ka shpenzuar 7.9 milion euro, në zgjedhjet e tetorit nëntorit, pra të zgjedhjeve lokale 8.1 milion euro, në zgjedhjet e dhjetorit 7 milion euro dhe tani i ka llogaritur 10.8 milion. I ka miratuar, ndonse nga këto 10 mundet që KQZ-ja mos me i shpenzuar që të gjitha, por mbetet pas përfundimit të krejt procesit me vërtetuar dhe me tregu saktë se sa janë shpenzuar, por mesatarisht 7 deri në 8 milion që ne i shpenzojmë në një palë zgjedhje. Shkojmë tek grafika tjetër, votat e diasporës, tek grafika numër 8. Këtu i kemi votat e diasporës, të cilat pra kanë absolutisht një peshë është rritur dukshëm pesha atyre nga viti në vit. Nga viti 2017, kemi pasur një pa interesim, për them edhe të partive politike tek diaspora, po edhe vetë diaspora që është angazhuar shumë. Nga viti 2015 deri tani është një ndryshim i lartë i të angazhuarve ose të interesuarve për votat në Republikën e Kosovës. Pra në 2017 kemi pasur të regjistruar vetëm 15.000 që kanë aplikuar me postë, kanë votuar përmes postës, nga ta veç 5.000 e kanë shfrytzuar të drejtën. Pra veç 5.000 votuesi kemi pas nga diaspora 2017, që është rritur nga viti në vit, e që më së shumti kemi pasur fillimisht në shkurt 2025 104.000 votues të regjistruar, nga ta 84.000 e kanë shfrytzuar të drejtën, ndërkaq në dhjetor kemi pasur një rënje 76.000, kanë shfrytzuar të drejtën 62.000. Pse? Për arsye që dhjetor erdhën e përmendet edhe jo erdhën shumë mërgjimtarë në Kosovë. E kam përmendur edhe gjatë ditës. Dhe kanë votuar fizikisht në Kosovë. Kanë ardhur fizikisht për shkak edhe të pushimeve dhe angazhimeve të tjera, festave, edhe kam përmendur edhe gjatë ditës që dikun vetëm nga 15 dhjetorit deri me 21 dhjetor 2025, sipas institucioneve të menaxhimit kufitar, kanë hyrë në Kosovë 374.000 mërgjimtar. Vetëm brenda një javës, po jo edhe s'është llogaritur ende as java 21 dhjetor, 28 dhjetor që ka qenë java e fundit, që dikun konsiderohet rreth 500.000 njerëz kanë ardhur në fund vit në Kosovë. Faleminderit tani se e dim që jemi drejt për drejt dhe kemi gjithandej edhe gazetarët, do shkojmë në Prizren dhe do të lidhemi me Sendresa Tashanin, e cila do ta intervistoj edhe zyrtarin